Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë vetëm Allah subhanahu, ata e losë dhe ati përgjërom që të lavdroj dhe të bekoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjatër. Të ndohë vëllezër, në diskutimet dhe shtjellimet që kanë bëjnë me qytetrimet, që kanë bëjnë me kulturat, që kanë bëjnë me përkatësit kulturore ose të tjera të njerëzve, një prej pikave më themelore të shtjellimit është shtjellimi i mentalitetit, i mendësisë, i mënyrës se si është kushtimisht tonë është kurdisë ose është formu një qasje ose një formë të menduarit. Edhe shpesh për shembull ka disa diskutime ose disa trajtesa, nuk kemi bërë shumë nëse vetëm e kena shtjellu një koncept, nëse s'kena thonë që ky mentalitet ose ky koncept i kujt është. Për shembull ka forma të folurit, apo mënyra se si ti shprehesh, mënyra ti se si komunikon, mënyra se si ti e plason një ide, mund të më ngja mos paku burrave. Edhe për një njeri të mençur, mjafton me thonë që kjo nuk është fol me burrave dhe s'du më mor me këtë mohabet, apo? Ose mënyra se si i qasësh një problemit, më thonë kjo është formë që i qasën kësaj njerëzit e provincës. Unë i takoj vlerave urbane dhe smira me këtë. Më thonë, shumë ka rëndësi në jetë me pa a jetë të mentaliteti jot autokton, a jetë të vlerat e tua originale, a jetë të koncepti jot që ty të ka, dhe më thonën hije. Sot me lenë Allah subhanahu wa taala kina me trajtu një mentalitet që realisht Allah në Kur'an na fol që është mentaliteti dikujt tjetër. Realisht na kina me pa që na e kena. Një pjesë e madhe jonë e kemi. Ndoshta 10 ligjërata i kina ndëgju për çkëtë problem. Mirë po kam dëshirë me kurdis alarmin e zgjimit nga që kjo qasje. Mi thonë vetë sa herë që ti bete që kjo mentalitet, më thonë, mjafton vetë që Kurani ka thonë që kjo mentalitet i atyne dhe atyne. Do të thonë, ndonjë herë ti nuk do të mi pas kit argumentet para syve, por e mujt mu distancu për një dukurisë. Nuk do të do e mos, se nuk është gjithherë në mundësinë tënde në jetë, gjithherë do thonë ti mu tu paraqitë dhe mu tu frafu komplet imazhi i argumenteve dhe argumentimeve për me hek dorë për një dukurisë, për një qasjes, për një formës, ku diun çka. Ndaj, inshallah, komi citu një ajet, saktësisht janë 2 ajete, mirë po 3 ajete, po shkaku i kohës po nalën vetëm të pjesa që është prova për cilën po dëshojmë me trajtu sonte, për me pa që kjo është mentaliteti i dikujt. E pastaj mos i ta shtjellomi si mentaliteti i dikujt tjetër, na do të me hallakat me gjet domethënë mentalitetin tonë autokton. Domethënë nëse ata janë çështu, ata shqiben na mu kon. A është e qartë? Edhe shpesh kur ti harroni argumentet, veç thonë na nuk kena çashtu se ne s'na ban s'na takon më konë qështu. Allah subhanahu wa taala kur flet për hebrejt, e përmend një realitet që ata, nëse janë qasht bindun që janë dëzgellëte, apo, le ta dëshirojnë vdekjen. Le ta dëshirojnë jetën e amshimit, po nuk e dëshirojnë se din çka kanë bë. E rëndësishme, Allah subhanahu wa taala pastaj e përmend një fakt tyne. Thot kësaj thot. O thot Allah azza jall, o tu fol për hebrejt edhe për hidhujtarët, thot. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati wa min alladhina ashraku. Thot keni me gjetë që njerëzit që mas shumëti e dojnë jetën e kësaj bote, kanë qef me jetu gatë, e kanë kitë matjen me këtë dynjo, thot mas shumëti keni me gjetë që janë hebrejt edhe mushrikët, hebrejt edhe idhujtarët. Shka është mentaliteti i hebrejve dhe idhujtarëve? Mahon veç jetë e kësaj bote. Pasaj thot, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sana. Thot qefi njëri prej tyre është me mujt me jetu 1000 vjet. Me mujt me jetu 1000 vjet. Thot, wama huwa bimuzahsihi min al-'adhabi an yu'ammar. Thot, edhe nëse ke shërnu 1000 vjet, aja pret ka me dekë edhe ka me shku te azapi edhe dënimi Allah subhanahu. Edhe nëse ke shërnu 1000 vjet, prap kishte me shku te dënimi. S'munët ai me shpëtu pi dënimit Allah subhanahu taala. Thot, wallahu basirum bima ya'malun. Allahu sheh gjithçfarë që ju punoni. Allahu sheh gjithçfarë që punohet. Pse përfundon ajeti me veprën? Pse përfundon ajeti me veprën? A keni menuar çka këtë fakt? Allahu po na ka thënë se është mentaliteti i jehudive, edhe mentalitet i idhujtarëve me menu vesh me këtë dynjë. Mos prom ti thot Allah e di çka punoni. Sikur na thot Allah subhanahu wa taala, nëse e keni ju çket mentalitet, matni vesh me këtë dynjë, çfarë s'është pa ju prishur punë. Çfarë s'është pa ju prish veprat. Domthonë të prishën veprat se jetu mos sikur këtë dynjë i përhershëm. Domthonë e sheni njëri për shembull kit matematikën e ka me këtë jetë, kit konceptin e ka me këtë jetë. Domthonë ky e ka kështu, edhe rrëdhimisht, hiç pa na kallzu, veprat i ka të prishta. S'munët njeri me ndresh veprat dhe sot umat më ahiret. S'munët njeri mu koncentru në ibadet, mu koncentru me fitu sevape,
më koncentru me fitu kënaqësinë e Allahut, më koncentru me shpëtu për zjarrit xhenemit, vetë se ka parasysh ahiretin. Në moment që mendon që do të më rnu shumë gat, edhe do të shumë domethënë me jetu, edhe jeta është kjo edhe kështu me radhë, rrjedhimisht domethënë kanë më të prish veprat. Fillimisht do të me potencu një fakt. Me dash jetën është e natyrshme. Allahu subhanahu që ashtu na e ka bërë, domethënë me dash jetën është e natyrshme. Mirë po domethënë kjo dashuria për jetë gjatësinë, këtu ka shpjegim. Domethënë na besomi që secilit Allah e ka caktuar kur ka me ardhur këtë dunjë, kur ka më shku. Mirë po me esforcu shumë ndjenjën e jetë gjatësisë. Edhe dashurinë për jetë gjatësi, domethënë kjo mundet me shkaktu probleme. Kështu që na mund të thonë që dashnia për jetën edhe për jetë gjatësinë është e natyrshme, mirë po e rrezikshme. Shumë gjëra janë të natyrshme, mirë po domethënë mundën më kanë të rrezikshme. Për arsye, unë besoj që jetë gjatësia si mentalitet, në bazë këtij ajeti, është mentaliteti i hebrejve edhe i dhujtarëve nëse nxjerrë si synim. Ndërka jetë gjatësia në kontekstin e besimtarit mirë është nafak. Domethënë, ti nuk mundesh as me zgat jetën as me shkurtu. Nëse Allahu t'jep ymër të gat, edhe bën ibadet, edhe përkushtohesh Allahut, edhe nuk kuritesh, atëherë jetë gjatësia ka nafak. O nëse jeton gat, edhe kuritesh, edhe del pirenit, edhe devjon, ose nuk mundesh me majtën atë çka e ke filluar kështu me radhë, mund të mos më kanë domethënë nafak. Ndaj është e rëndësishme me potencioni diçka që besoj është shumë e rëndësishme. Gjonat, do vëllezër, do të më mat një jetë shumë me koncentrim në bazë mentalitetit, sigurisht që potencova në fillim, po jo vetëm kaq. Me matën në bazë të pasojave të mentalitetit. Për shembull, nëse një mentalitet është mentalitet i meshkujve me karakter, domethënë jo burroror. Ti pse neveritesh për çati karakterit jo burroror? Neveritesh për shkak pasojës. Se ti analizon bazë pasojës, domethënë çështu në me kanë me çtu cilësi, më kanë me çiket paburrni, më kanë me çiket komunikim, domethënë jo të matur, jo të mençur. Pasoja e cila është? Në konftyr, apo? Edhe në moment që e menon pasojën të tërhiqesh. A është e qartë? E tash nëse na analizojmë çiket mentalitet hebrejve, edhe mentalitet të idhujtarëve, që e shohin jetën e kësaj bote si gjithçka. Edhe matjen e kanë këtë me këtë jetë. Edhe domethënë kanë dëshirë me shumë me jetuar 1000 vjet. Kjo shkëjbe, kjo i bë që sa herë që kjo sforcohet, e paralizon projektin e ahiretit edhe dobson. Nëse nuk i shkut komplet të mentaliteti jehudive, edhe të komplet të mentaliteti i idhujtarëve që kjo menohet të muslimanët, elhamdulillah, një musliman i mirë nuk mrin ku kanë mri hebrejt me pa veç këtë dynjë, atëherë nuk e menon ti pasojën vetëm pasojën fatale, po edhe pasojën pjesërishtme. Kuptimin që nuk i shkute pasoja fatale që me thonë edhe me mujt me ornu 1000 vjet me ikpi dënimit të Allahut, veç ta shijë këtë dynjë. Nuk i ardhin te drejja e jehudive. Nuk jetë të paralizimi i projektit të ahiretit, po mundesh më kon të dobësimi i projektit të ahiretit. Dhe rrjedhimisht pastaj aktivizohen lakmit, të cilat nuk kanë fund, sikur që ka në hadithin që shënon Buhariu Muslimi, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me paspasën biri Ademi 2 lugina me pasuni, 2 lugina me dynjë, e kish dash tretën. E pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë wala yamla jawf ibn Adama illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Mirë po thotë nuk e ngop brendsin birit të Ademit vetë se dheu. Vetë se kur vjen momenti që vdes, edhe mbulojnë me dhe edhe nginjët me dhe. Më thonë, sa t'jetë gjallë e ka lakmine, e egër. A unë shpërfë në hadithi? Wa yatubu Allahu ala man tab. Dhe Allahu ja falë gjunohat dhe ja pranon pendimin atij që pendohet. Pse do të me përfundu hadithi me pendim? Nëse ajeti shake? Ajeti ke tha këta mentaliteti hebrejve dhe idhujtarve, janë me mujt sa më gat me ornu e kur mos me dek, apo? Mos prom ti tha Allahu, wallahu basirun bima ya'malun. Dhe Allahu e di çka punoni. Ktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se mush njërin vetë se dheu, edhe mos prom ti thot wa yatubu Allahu ala man tab. Dhe Allahu ja pranon pendimin atij që pendohet. Ku është esenca e kësaj ndërlidhshmërie? Esenca ka të bëjë që koftë që e çon lakmin tonë çështu panal, pa tjetër ki me ra dikun, ku dush me batobe pastaj. A e kuptut?
Domethënë kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu e pranon pendimin atij që pendohet, masi na fol për lakmin, çka i bë kjo? Kjo i bë se çka lakmi mas promti ka me çu dikun me ra, e që atë gjendje ti sunë ndresh pa tobe. E gjendja që nuk ndreshet pa tobe, shka është vllazni? Ja kilon farze, ja kiron gjunohe. Domethënë për çka bëmi na tobe? Na nuk bëmi tobe pisa vapave. Na bëjmë tobe ja të kilon, domethënë mangët ose ki shpërfill farze, ja kiron gjunohe. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na thot mi pas biri Ademit 2 lugina, e kish lyp tretën, e brendësina birit Ademit nuk e mush vetë dheu, e Allah e pranon pendimin atij që pendohet, sikur na thot se ti dush me mu bë gati për tobe nëse e lë lakmin ty me të sundu. Nëse e lë lakmin, domethënë me të sundu. Ndaj Allah subhanahu wa taala në çka ajet që na tregon që domethënë hebrejt e kanë çka cilësi, edhe idhujtarët e kanë çka cilësi që domethënë dojnë qefin këtë kanë kësaj dynjaje dhe matin kanë këtë me këtë dynjë dhe dojnë me jetu gatë e kështu me radhë, do me na kallëzu se kjo është një cilësi e keqe, po jo vetëm kaq. Është identitet i dikujt tjetër. Është identitet i dikujt tjetër. Ndaj Hasan al-Basriu thot kësaj. Thot men ahabba ad-dunya wa sarratuhu dhahaba khawfu al-akhirati min qalbi. Kush e do thot shumë dynjon, edhe këtë gëzimet i ka me dynjë. Këtë gëzimet i ka me dynjë. Thot friga për ahiretit del për zemrës ti. Friga për ahiretit del për zemrës ti. Ndaj këtu po du me bëni ndalje para se me përfundu citimin e fjalës Hasan al-Basriut. Një pjesë e madhe e davetit ton nuk funksionon kur nuk ju folmi njerëzve me ahiret. Kur nuk ju folmi njerëzve që ka vdekje, që ka ringjallje, që ka varr, që ka 2 melek që na pyesin, që ka urë siratit, që ka mahsher. Nuk funksionon. Nuk funksionon, domethënë shko çysh dush bukuritë e islamit e interpretimet nga më të ndryshme, mirë po pa e pru temën të ahiretit nuk funksionon. Pse se vetëm friga e ahiretit e stabilizon konceptin e kësaj jetës, kësaj bote, thot. Wa ma min 'abdin yazdadu 'ilman wa yazdadu 'ala ad-dunya hirsa illa zdada ila Allah azza wa jal bughda wa zdada min Allah bu'da. Thot Hasan al-Basriu, thot nuk ka njeri që i shtohet dija për Allahun. Nuk ka njeri që i shtohet dija për Allahun, dija fetare, dija e Kuranit, dija e Sunetit. Nuk ka njeri që i shtohet dija dhe një herazi i shtohet që kjo hirsi, që kjo lakmia e madhe për dynjë, edhe që kjo dashnia e madhe për dynjë, ko që janë të shtu të dyjat bashkë, edhe ilmi për Allahun, edhe dashnia dhe lidhja e fortë me dynjën, thot vetë se ka mushtu hidhrimi, urrejtja dhe laksia jo Allah për te. Se Allah t'jep dije për me të ndryqu, Allah t'jep dije për më të gjenu zemrat, më të gjenu zemrat dhe më të gjenu horizontet, jo për më lidh me burgjen e besimtarit, jo për më lidh me këtë kraun e mushkonjës. Dhe më thonën, për thotë që ki koncentrimi për këtë jetë, koncentrimi për këtë dynjë, edhe me shkun që këtë mentalitet, që është mentalitet i hebrejve dhe i dhujtarve, është koncentrim këtu për më shpërqëndru dikun tjetër. Dhe më thonë, sa ma shumë që koncentrohesh këtu, shpërqendrohesh domethënë dikun tjetër e pastaj kjo dikun tjetër nëse për ty është domethënë finale e që është ahireti, atëherë ti e di që je tu koncentruar gabim. Sepse je duke u dekoncentruar domethënë aty ku duhet. Për këtë arsye kam dëshirë me hin thelb temës nga një çështje që shpesh na i hikmi çat ligjërimit. I hikmi sepse zemrat e tona janë dobta, botkuptimet e tona janë dobta, ndikimi nga kulturat pushtuese është i madh. Edhe jemi dorëzu para një diskursit të domethënë dominues, me po kisha pas dëshirë me pas pak më shumë vëmendje. Domethënë ndër vëllezër. Që kjo dynjë me çdo të mira, që kjo jetë e ëmbël, që kjo dëshira me tu gat, që kjo domethënë mi bë dorëne pastaj me vazhdu për do tjera, mi bë do tjera pastaj me vazhdu për do tjera. Që kjo që dynjoja është kështu, joshëse, kështu domethënë e bukur. Kjo është pjesë e ekuacionit fitness. Kjo është pjesë e ekuacionit të fitness. Domethënë, ekziston një ekuacion për me nxjerr mas mbrëmti një baraz. Në çiket ekuacion u dosh më kon dynjoja çështu joshëse për me ratin sprov. Ku i shkon logjika e sprovimit nëse dynjoja si shkon joshëse? Apo e kuptoni? Na shpesh kur folmi për çka tema mas mbrëmti thomi, apo po na mashtron dynjoja. Po na mashtron dynjoja, po ajo është gatu për me të mashtruar. Ajo është e gatuar çashtu për me mashtruar. Kështu që ti dush me një thel problemet. Thel problemet edhe me minutë, tamam, nëse mund nesër Allah ma merr shpirtin. Me çka shkojtë Allah subhanahu wa taala. Mon ty atë dhimbët që s'nje tu ma gat, atë dhimbët që si e bë më mirë gati për ahiret. Mon shumë është thelpsore që kjo. Mon na me dek.
momenti është gaj për neve, nuk e dimi, ama nuk është befasi, se na e dimi që kena me dikë. Na e dimi që ne ditë kena me vdekën. Edhe tash që kjo lidhje e fortë për dynjon. Allahu ç'pe kallzon për hebrejt? Thotë këta e dinë që çka kanë bë, për çfarë s'do më shkut Allahu. E ti kur përgatitesh ti e di që të prish problemi Allahu subhanahu wa taala. Ndaj çësia jote, ndaj dynjos është tjetër. A mu të e di që është pjesë e ekuacionit me të bë fitne. Ti e di që është pjesë e natyrshme që dynjoja më kon joshëse edhe me të habit edhe domthonë me ta kriju një lloj përgjumje. Thot Allah subhanahu. Thot inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Thot ne kemi bërë këto të mirat e kësaj dynjaje, i kemi bërë këto të mirat e kësaj dynjaje edhe stolitë edhe bukuritë e kësaj dynjaje në mënyrë që t'i sprovojmë njerëzit me pa kush punon më mirë. Me pa kush punon më mirë. Ktu e ka përdorur Allah fjalën zina, bukuri. Domethënë i kena lënë këtë dynjë bukuritë e jetës, qefët e jetës, kënaqësitë e jetës, për mi vënë njerëzit sprovë. Mirë po s'pela Allahu këtë sprovën të paqartë për neve. Sprovë me pa kush është më vepër mirë. Ku lidhet vllazni vepërmirësia me sprovat e kësaj dynjaje, domethënë me sprovat joshës të kësaj dynjaje. A zakonisht në atë joshjet, keni vëmendjen, zakonisht kur flasim për joshjet e kësaj dynjaje, i menojmë mëkatet. Apo? Domethënë tu josh mas dynjajës, bim gjuna, apo? Më bukuritë e kësaj dynjaje na çojnë te mëkatet e kësaj dynjaje. Allah këtu nuk po e përmend, domethënë rënien për mëkate. Po kush është më vepër mirë? Ka logjika? Logjika është që njeri i cili e ka kuptu filozofinë e sprovimit për joshjes, koncentrohet me mu bë gati. Ndërka që i cili nuk e ka kuptu, i bin veprat. Niveli i veprës betaj. Domethënë, matin e ka me fitimet e ditës edhe të natës, por nuk e ka natën edhe ditën me fitimet e ahiretit. Edhe rrëdhëmisht nuk është më i miri në vepër. Nuk është më i miri në vepër. Ndërka që ky i cili e ka kuptuar që kjo joshje nuk është në sens për me shiju, po është për me vë sprov apo e prishjon e kalkulimin e veprës, ky realisht domthonë ka një pazar tjetër. Për kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që Muslimi thotë inna dunya hulwatun khadira. Me të vërtetë dynjaja është e ëmbël dhe është e gjelbërt. Është ëmbël dhe i ka përbërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëllimisht dy nocione që janë domethënë si sinonime të komoditetit të relaksimit. Domthonë kjo është joshja e kësaj dynjaje. Pastaj thotë inna Allaha mustakhlifukum fiha. Allahu kam ju lënë juve më këmbës në këtë dynjë të ëmbël dhe gjelbërt. Thotë fa yanzur kayfa ta'malun, kam ju pa çish po punoni. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, runu pi dunjas edhe runu prej grave. Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër thotë kësaj. Thotë wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Thotë kur na domi me shkatruni katun. Thotë Allah, kur domi na me shkatruni katun, një vendbanim. Thotë i bojmë njerëz e komoditetit, njerëz e saltanatit, njerëz e qefeve, njerëz që i kanë renët. Domthonë që kjo mutrafiha janë njerëz që lshohen në qefe. Ama shlon qefe se i kanë mundësit, se ata nuk shlon qefe pa i pas mundësit. Apo? Thotë kur domi na me shkatruni katun, i lajmë njerëz e qefeve mulshun qefe, pastaj ata meritojnë dënimin edhe kemi shkatru. Pastaj ata meritojnë dënimin, edhe na domethënë kemi më shkatru. Do vëllazër, një pjesë e madhe e fetarisë tonë, edhe e një shikimit të syshtrembër të diskursit që na lidh me ahiretin, ka ardhur pikërisht kur ka ardhur që kjo gjenerata e re që mot, domethënë veç me dynjë, mas ju ka ndresh dynjoja. Domethënë nuk ka një periudhë, për shembull në rrethet e tona dhe shoqëritë tona, është fol për dynjon pa e pas. Tash të e pas, domethënë janë më lakmitar edhe më të ondë se sa kurse kanë pas. Domethënë se secili komunikon kështu me prindin e vet ose me gjyshin e vet, e sheh që kjo dalja pi ekuilibrit, dalja domethënë që të shku në drejtim çasaj, na të fol sot është 2025. Nëse kena ju më mas 10 vjetëve pas më të flasmi. Domethënë ndoshta një koncept shumë materialist. Shamunut më kon naton Atlantiku, domethënë ndoshta kena me pas çdo i dyti. Ndoshta mas 40 vjetëve, nëse kena humor, një koncept që është puro hebrejst, puro domethënë i pastër i hebrejve, mumi me pas çdo i dyti. Nuk duhet na me prit vetëm kur të plas problemi në kulmin e vet, e tani me pas qef me gjet në ilaç të jetë gjatësisë, edhe tani me thonë me mujt marrnus 1000 vjet se dyqysh s'puna lihet kjo dynjë.
Mo njeri i cili bën shumë gati për ahiret, nuk ka të këtaj koncepti s'po mlihet kjo dynjë. Kjo është koncepti i hebrejve dhe i dhujtarëve. Sa ti nuk i lihet sa ai s'ka ndërtuar diçka për te kësaj jete. E Allah subhanahu wa taala në çket ajet neve na denoncon çket problem si mentalitet i jehudive. A di shebe kjo vllazë për më kon ma drejt për drejt. Imagjino se ti je i devotshëm. Edhe shet që gruajin e kin mentalitet hebrejve, ose nonën e kin mentalitet hebrejve, ose babën e kin mentalitet hebrejve. A di çfarë thymi është kjo? Domethënë ai ka hin shpit, ta ka ndru formën, ta ka ndryshuar qasjen, i ka dhënë formë të menduarit të antarëve të shtëpisë. Po para më nuk kon ti çaj. Ti s'ke nevojë me shku dikon tjetër. Domthon ti me pasë mentalitetin si jehudi. Ti nuk ka patjetër me përfundu te hebrejt me menu që patjetër nuk bën këtë zaman biznes pa kredi, kështu që domethënë duhet me bën. Kjo sot mund të më dokën e largët mesin ton. Folmi mas 20 vjetëve. Folmi mas 30 vjetëve, më thonë, çish mundin me garu me oligarkët e vendit tem, nëse ai e ka gjithherë potencialin 10 herë më kon para meje duke marr kredi. Kështu që duhet me gjetni vetëm që lejon kredin. Apo? Domethënë që kjo sot ka ardhur në disa vende të muslimanëve. Ama di kur ka ardhur? Kur para 20 vjetëve garën edhe lakminë e madhe për dynjë e kanë mësuar si thjesht si idare, thjesht si mindresh dorene, thjesht me pas një komoditet, thjesht me pas më shumë stabilitet, por realisht nuk u kon asnjëne për atyne. Sa to këtë janë të lavdruara me pas stabilitet, me pas idare të mirë, me pasën ekonomi të shënosh familjar, ato këtë janë të lavdruara. Mentaliteti është i çortum. Qasja, mënyra të shit qasës është e çortuar. E kjo mënyra të shit qasësh me kët lakmi të pangopshme, Allahu subhanahu wa taala po ne ka thënë si, domethënë si mentalitet i hebrejve edhe i dhujtarëve. Nëse këta e kanë çket mentalitet, atëherë cili është mentaliteti jon? Cili është mentaliteti që aty në sahabëve që janë kanë përguzuar me xhenet, a janë kanë më të pasurit e botës? Tash duhet me gjetë na mentalitetin ton autokton. Duhet me gjetë mentalitetin ton autokton. Imam Tirmidhiu e shënon hadithin e njohur që e përmenda pak më herët kështu kalimthi, ku e thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti shkon dynjaja e vlefshme, e çmueshme, domethënë e baraz vlefshme, po sa mundet me peshu krau mushkonjës, Allahu se kish dhënë drejt pabesimtarëve me e pasën qoftë edhe një fyt, një glënk ujë. Shkaj vetë kjo. Kjo besoj që çtu ti dush me pa dynjën. Ti me një glënk ujë nuk jeton këtë dynjë, më çtu dush me pa dynjën. Ti duan shumë sene në dynjë për me rënu mirë edhe me vazhdu mirë edhe me procesu mirë, ama çtu dush me pa, kjo është mentaliteti. Se fundja domethënë në gara e të pasmës, edhe kamjes, edhe pasurisë, edhe mirëqenies është e barabartë tek njerëzit. Këto njerëzit kanë me ngopë për me pas. Ku kanë sfida kanë atë mentaliteti. Mentaliteti të afron te koncepti i hebrejve dhe i dhujtarëve, mentaliteti të afron te koncepti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadith që shënon të mëdhiu, ala inna dunya mal'una. Dinë se dynjaja është e mallkuar, dynjaja është e pavlerë, dynjaja është mparim e ofendueshme, mparim e përçmueshme, mal'una. Për fjalës la'ne, që është mallkim, e që ka edhe kontekstin e sharjes edhe të përçmimit, thotë mal'unun ma fiha, edhe çka ka në ta çashtu. Çka ka në ta çashtu. Illa dhikrallahi ta'ala wa ma wala. Përveç përmendja Allahut edhe çka është në çat kuptim. Kuptimin e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'allima. Apo një alim, apo dikush që të mësu. Që kjo përjashtohet tjerat, domethënë tjerat janë pavlerë. Qysh tjerat janë pavlera, ne kena institucionin e zakatit, knena e pavlerë, po e pavlerë në mentalitet, ti çtu dush me pa, ama prap dush me dhon zakat. Prap ti dush me punu, prap dush me pas, prap dush më konën që e bën kët edhe atë që s'bën pa lek, apo? Ama mentalitetin zguzon me pas të jehudive. Mentalitetin zguzon me pas të idhujtarëve. Ti duhet me pasën mentalitetin që ne ka kur dis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Said ibn Musayyib thotë kështu. Kur do me kallzu çysh duhet me pa besimtarit dynjon. Thot inna dunya nadhla. Dinë se dynja është e poshtër, dynja është e pavlerë. Thot wa hiya ila kulli nadhlin amyal. Thot ta keni me pa, ajo shkon kogja shumë për shtati me njerëz të poshtër. Në sa më i poshtër, çaq më shumë familiarizohet me konceptin e lakmis për dynjon. Wa anzalu minha man akhadha bighayri haqqiha. Po edhe më shumë se sa kjo poshtërsi është ata të cilët këshirin me fitu pa hak. Këshirin me fitu jo me normat e Allahut subhanahu wa taala. Wa talabaha bighayri wajhiha. Edhe në kërkim të saj shkon jo në rrugët e drejta dhe të sakta, thot wa wada'aha fi ghayri sabiliha. Edhe kur ta shpenzoje, pastaj e shpenzon diku ku nuk duhet dhe jo në rrugën e duhur. Për arsye, Allahu subhanahu wa taala neve na ka paralajmëruar në Kur'an, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fi al-hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
Thot mos t'ju pëlqeje, mos u habitni, mos ja ngulni synt, mos u jepni shumë me e këshyr kë pasurinë edhe të mirat që Allah xhelalu u jep pabesimtarëve. Mos i këshyrni shumë, domthon pasuritë edhe vlat edhe atë mirëqenien që mundën me pas pabesimtarët, thot se Allahu është ja dhon kët që me i dënu në ahiret. Domthon ata mundën me pas një të mirë në këtë dunjë që e kanë bë, shpërblehen këtu edhe s'ka kur gjë për ahiret. Edhe do Allahu me amor shpyrta tu kon pabesimtar. Do me amor Allahu shpyrta tu kon pabesimtar. Qysh ku logjika me përfundu ajeti, do me amor Allahu shpyrta tu kon pabesimtar, a fillimi i ajetit mos i këshir pasuritë edhe fëmijët e tyre. Mos i këshir pasuritë edhe fëmijët e tyre, për të cilat ja u kena dhënë mi bë fitnë. Ku logjika? Logjika është që ky tu kon shumë i koncentruar te pasunia dhe te vlat, ky nuk menon me ndryshu me bë tobe me musliman. E nëjnë ati ashtu të mirat që ai mos me menu për ahiret, edhe me dek si kafir, se Allah po do me rinjall si kafir. E ti që do të ki qëtër matematik, ti mos u jash të e këshyrat. Mos u jash të e këshyrat. Kur ka zbrit që ka jetë? Ka zbrit, do më thonën kuralisht, do më thonën qëta sahabe që janë eduku me qëtu ajete, qëta sahabe pas të janë kanë njerëz të pasur. Mi po nuk kana sfida të pasmja, të kamja, po kana të mentaliteti. Kana te, do më thonën, mentaliteti. Ndaj, dikush ndër vëllezër mundët mos me pas, e me pas mentalitetin e hebrejve mbi pasurinë edhe mbi dynjon. Dikush mundët me pas shumë, po me pas mentalitetin e sahabeve mbi dynjon. Kështu që shumë ka rëndësi, na mu vetë përcaktuar te çka mentaliteti jon, do më thonën, autokton. Thot Allah subhanahu: "Yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina, nusari'u lahum fil khairati, bal la yash'urun." Thot ata llogarisin që najna t'ja ushtu pasurin, jena t'ja ushtu e vlat. Thot ata po llogarisin që najna t'ja ushtu të mirat. Po thot ata nuk janë të ndje që është një plan tjetër. Do të thonë Allahu t'jep, Allahu t'begaton, Allahu t'mbulon me të mira, edhe ty menon që është një histori e suksesit, po ti nuk je të ndje që Allahu t'u bogati për diçka tjetër. Çish e merr vesh për shkak t'u bogati, e shet që kjo gjendje e mirësisë, e kamjes, e pasmës, a është të afru tek Allahu, apo është të largu prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse është të largu prej Allahut, atëherë duhet mu bë marak, në mos jemi nga ata të cilët Allahu subhanahu wa taala në shembullin e ajetit më parë po thotë ti mos u habit, mos aty në japmi. Se mos promti i na tu dosh mi amor shpirtin pabesimtar. Imagjino për shembull nëse Allahu subhanahu wa taala, elos Allah mos më bëj askë prej nesh, do të thonë nëse shkon kursi i fetaris. Nëse shkon kursi i fetaris në rënje, shkon kursi i fetaris në dobësim, derisa ndoshta fetaria më e keqe e jetës tonë më kon para vdekjes. Fetaria më e keqe e jetës më kon, domethënë, para vdekjes, atëra i bie që e kon i begatum, apo i bie që e kon, domethënë, i sprovum. Ndaj, në vëllezër nisan duhet me pas konsiderat që nëse nuk jeton me konceptin autokton, nëse se kiç këtë mentalitet autokton të muslimanit në raport me dynjon, gjasat për mos me punu për ahiret, gjasat për mos me bëu gati për ahiret janë shumë të mëdha. Ndaj dikush prej selefit ka thonë hubbu dunya ra'su kulli khati'a. Ka thonë dashnia e madhe për dynjon është koka, është pika kryesore e çdo gabimi. Mos sa herë që gabon, veç koncentrohu çaj gabimi jot është i lidh dikun me dynjon. Është qartë, thot dashnia e madhe për dynjon është piknisja e çdo gabimi. Domthon, sa herë që të ka ndryshu kursi i jot fetar, më bë me hallakat është dynja. Me bë me hallakat është domethënë dynja, mundesh me shkel farzët, mundesh me zhyt harame, mundesh me bë robi dinarit e dirhemit që ka në hadithin që shënon Buhariu, mundesh me bë sikur se ka në hadith tjetër të Imam Buhariu që vani zaman mundu ke kshy pika fiton, që harxhon e kështu me radhë, elos Allah subhanahu wa taala mos më na gjet një çka të tillë. Për fund që është thelbësore për me kuptu këtë temë, është ajo që na ka eduku selefi jon, sikur që ka thënë Abdullah Umeri, nëse dze sabaj mos e prit akshamin. Nëse dze akshamin mos e prit sabajin. Ne nuk rrimi me këtë panik të vdekjes. Rrimi me këtë mentalitet të jetës. Ne nuk jemi në panik të pamenaxhueshme se vën akshami mos po del sabah. Ne rrimi me mentalitet. Ai ka mentalitetin e hebrejve, çka tha, me mujt 1000 vjet më rrnu. Na thomi nuk i dihet, ndoshta java tjetër na zë në domethënë jetën e berzahut. Kështu që s'ka mujt më ndresh për në javës ku më ndresh. Kjo është domethënë koncepti i njerëzve domethënë besimtar, sigurisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, sigurisht që është në hadithin e Imam Muslimit, që me e pa këtë dynjë sigurisht sa mundet me ngrenë njeriu prej detit ujë me një gisht.
Sa mundë domethënë me ngreu. Domethënë është e pakët këtë dynjë. Sado që ornon prapë është e shkurt. Edhe që po jeton atë 1000 vjet sikur se koncepti edhe dëshira e hebrejve, prapë domethënë është e shkurt kjo dynjë. E aq më tepër domethënë nëse konsideron shkurtësinë e kësaj jetës me jetëgjatësinë e ahiretit, e që është shumë i logjikshëm pastaj koncepti që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Muslimi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dynjaja është burgu. Dynjaja është burgu i besimtarit. Edhe xheneti i qafirit. Në xhenet e ka këtu qafiri shka e pret atje. Edhe burgu ka muslimani shka e pret në xhenet. Në kur e ditë shka me të prinë xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Po cila do, kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ad-dunya sijnul mu'min, dynjaja është burgu i besimtarit, ato thon për besimtarët çka hekin, për krejt, edhe ai shka s'di kur hekan këtë dynjë, edhe ky shka hek për krejt o burg nëse fiton xhenetin. Për krejt është burg nëse domethënë ka me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për fund janë 3 fjalë selefit që e përmbledhin këtë temë, që kisha pas dëshirë që tu mi umetën nëse tjerat i harroni. Thot Ibrahim ibn Adham, thot kush ka pak lakmi, gone vëmendje, kush ka pak lakmi për dynjon, edhe kush nuk ka shumë i flakërum as dynjojës, apo nuk e ka kitë fiksimin dynjon, kush ka pak lakmi në këtë dynjo, kjo ja mundson me pas sidq edhe takvallëk. Që kjo ja mundson, jo që ka qatë shumë ibadet, po që së shumë i lidh me dynjon, kjo ka shumë punime me Allahun, edhe shumë i devotshëm. Ka sidq edhe wara, edhe pastaj thot kush ka shumë lakmi, shumë domethënë flakërim për dynjon, thot kjo i jep shumë mërzi, shumë brenge dhe shumë kukatje në këtë dynjë. Domethënë se kur ki lakmi të madhe, gjasa që sun kimi mërri krejt janë shumë normale. Se do sene nuk mërrin shkaku i kohës, disa sene nuk mërrin shkaku i rrethonave, shkaku i pengesave, vetë dynjoja që është e kufizume. E kur e sforcon lakmin, rrin tan kohën me dovujtje, edhe me domërzia që realisht janë të lakmitarit ato. Lakmitari ka çat flak mrena që së rahat. Njëri shkon është marrafsh, e ka me lenë Allah subhanahu wa taala shumë, domethënë më sigurt, e pastaj fjala tjetër e Hasan al-Basriut thot ahinu dunya. Thot nënçmon e dynjon, domethënë ndresh në mentalitetin e juve me pat nënçmume. Fa wallahi ma hiya li ahadin bi ahna minha liman ahanaha. Se wallahi nuk ka njeri që e shijon më mirë dynjon se sa që e poshtron. Se wallahi nuk ka njeri që e shijon dynjon. Tamam, ky është çka e shijon, ky është aknoçet. Kur kuna nuk i vën më shishëm se sa ti çka nënçmon. Askujt nuk i vën më e shishme se sa ti çka nënçmon. Edhe fjala tjetër është e Bishr ibn al-Harith, thot men sa'ala Allah ad-dunya fa inma yas'aluhu tul al-wuquf. Thot sa herë që lyp shumë pi Allahut me dhon dynjë, qoftë me dhon jetë gjatësi, qoftë me dhon shumë, thot dije si e të lyp njëjtën kohë me nejt magat në llogarin ditën e gjykimit. Kush lyp shumë dynjë, le ta dije, domthon a ki zgjidh me lyp shumë, lyp për zgjedhja jote. Vesh dije se kjo shkon baraz me çka? Çaq sa ki dynjë, çaq magat ki me pasën llogarin ditën e gjykimit. Elos Allah subhanahu wa taala me na i ndreq mentalitetin edhe konceptin edhe mënyrën se si i qasemi probleme, mënyrën se si i qasemi koncepteve, mënyrën se si i zgjidhim, domethënë çtu nyjet e të menduarit, edhe raboft Allah azza wa jall njerë që kena sidq edhe wara, edhe që arrimi shkollat e larta, edhe raporti me dynjën e kena raportin që kanë pas selefi, edhe kur në dynjoja mos më na në zemër, po më konën thjesht mjet për me realizu qëllimin edhe më këmbjen tokë, edhe me fitu nderin dynjën ahiret. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.